Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë Zotin e Madh që kështu po na e mundson në këto net para Ramazanit të ndriçohemi me dije dhe me informacion në mënyrë që kjo të shërbej për ndërgjegjësimin ton për ta përjetuar më mirë muajin e bekuar të Ramazanit. Janë këto takime dhe tubime sebeb që të shtohet imani dhe besimi, të rritet vigjilenca dhe, si më thon, shpirti të jetë më i kalitur për t'i dhënë hakun Ramazanit, inshallahu taala, që e lut Zotin e Madh që të jetë një Ramazan i cili do të ndryshojë për mirë dhe pozitivisht jetën tonë. Amin. Hak në Ramazan kanë të gjitha shtresat e shoqërisë. Siç kemi hak ne të mëdhenj apo pak më të moshuarit, siç kanë hak gratë, siç kanë hak të rinjt dhe të rejat, kanë hak edhe fëmijët. Pra edhe fëmijët duhet ta përjetojnë, edhe fëmijët duhet gëzohen me të, edhe fëmijët duhet ta shijojnë. Mirë, po normalisht fëmijëve duhet t'ju ofrohet Ramazani ashtu siç ju përshtatet natyrës së fëmijëve, ashtu siç ju përshtatet nivelit të tyre, qoftë moshës, qoftë edhe të pjekurisë dhe të perceptimit. Për këtë arsye, sot kemi të ftuar një hoxh i cili është hoxh i kësaj xhamie, faktikisht ka dalë për kësaj xhamie në kohët e tij të hershme, Hoxha Ibrahim Nuni ose Renardi Sadiklari, i cili elhamdulillah përveç hoxhlikut dhe imamllikut ka edhe preferencë dhe specializim fushën e edukimit të fëmijëve. Për këtë arsye ai, do të thonë, menaxhon një faqe muslimanët e vegjël, pra mund ta gjeni, po gjithashtu edhe hoxha është autor i librave për fëmijë me tregime, gjë që është interesante dhe qasje e rrallë nga ana jon, pra nga ana e hoxhallarëve, që zakonisht merremi me gjëra na duket neve sikur janë më serioze. Po faktikisht këta fëmijë nesër pas nesër do të jenë burrat dhe do të jenë nesër dikushi në këtë shoqëri që inshallah taala mund bëhen sebeb për mirë, për rregullim dhe për përmirësim. E rëndësishme, por mos më hangur kohën hoxhës së nderuar, Hoxh Ibrahimit, po ja lirojmë atij vendin për të na freskuar me këshillat e tij dhe për të na sjell këtë ligjërat që ta kemi inshallah taala si një ide në zbatim në raport me fëmijët tanë dhe edukimin e tyre me Ramazan dhe nëpërmjet Ramazanit. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala man istafa. Allahumma shrah li sadri wa yassir li qawli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fillojmë me Allahut, atë falënderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e Allahut, familjen e tij dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij brez pas brezi deri në ditën e gjykimit. Subhanallah. Faktikisht unë me këtë xhami kam, po themi, ndjenja ose nostalgji ose një marrëdhënie ndryshe, sepse normalisht kjo është xhamia ku unë rrita dhe vin kohët, subhanallah, lutë Allahun të na mbaj në këtë fe ashtu siç u rritëm. Alhamdulillah. Unë i kam sot e kësaj dite shënimet me mësimet e hoxhës në ato blloqet e mia. Madje i kam shënuara me datë, ishte dita, muaj dhe viti, ato mësimet e hershme, dhe mbaj mend dhe kujtoj ato mësimet që bëni me hoxhën në katin e dytë, gjuhën arabe. Hoxha kërkonte të ishte pak i ashpër, ndonjëherë merrte bishtin e fshesës që tregoi ashpër me ne, po nuk dinte ta bënte mirë këtë gjë. Elhamdulillah Rabbil Alamin, ndonjëherë ne i japim
mundohemi t'japim diçka prej fesë Zotit dhe nuk dim ose nuk kemi njohuris ato fara që kemi hedhur në tokë a kanë mbira apo jo, po mund ndodhi që një farë mund të mbi dhe ajo farë, si thonë, shumë fishon dhe kështu shumë fishon dhe veprat e mira në përgjithësi me besimtarët. Hoxha tha që unë kam specializim në çështjen e fëmijëve, them drejt nuk është se kam specializim, e kam pas merak, ose është merak dhe dert, dhe kjo është arsyeja deri diku se jam fokusuar ke çështjet e fëmijëve, duke qenë se nuk kanë pasur ndonjë vëmendje shumë të madhe ose nuk ka hapësira për fëmijët sa i përket edukimit ose materialeve e kështu me radhë. Në përgjithësi mund të jemi mësuar, ata që kanë fëmijë mund të jenë mësuar që të shohin që me ato ligjërata, tregimet që i kanë bajt për fëmijët, por se ligjërata e sotme faktikisht është për prindrit, sepse nëse prindi nuk edukohet se si ta edukoj fëmijën e tij, ose nuk e ka shqetësim çështjen e edukimit të fëmijëve të tij, është problem pasaj fëmia se e rrit dikush tjetër ose edukon dikush tjetër dhe jo vetë prindi, dhe mos thot në fund fare ose t'i qaj hallin fëmijës vet, pse fëmija im u largua nga udhëzimi, pse fëmija im nuk falet, pse fëmija im përfundojnë këtë rrugë të gabuar, pse fëmija im nuk është i moralshëm, pse fëmija ime ka përfunduar në ato gjëra që unë nuk imagjinoja dot kurrë. Mund të jenë shkaqe të ndryshme, por se mund të jesh dhe ti si prind shkak për këtë gjë. Ne shohim këtë pjesë pikrisht me urdhrin e Allahut të lartësuar, ku Zoti i gjithësisë ne na drejtohet drejt për drejt. Thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O i cilët keni besuar, shpëtojini vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Ti je i urdhëruar ashtu siç kërkon ta shpëtosh veten tate që mos përfundosh në zjarr, me të njëjtin shqetësim dhe me të njëjtën përkushtim duhet ta kesh edhe me familjen tënde, me bashkëshorten dhe veçanërisht fëmijët që kanë nevojë për kujdesje shumë të veçantë. Realisht duhet ta kuptojmë përgjegjësinë e madhe që kemi në momentin që ne bëhemi prindër apo bëhemi familjar, sepse fëmijët që ne Zoti na i ka dhuruar janë dhuratë prej Allahut e para, po është dhuratë që vjen me emanet shumë të madh. Dhe duhet ta dim se Allahu i lartësuar ne do të na pyesi për këta fëmijë. Do të vi dita e gjykimit, ne do të pyetemi për fëmijët tanë siç pyetemi për vetet tona. Sa u përkushtuam në edukimin e tyre, po themi. Shpeshherë ne kemi keq kuptuar çështjen e edukimit të fëmijëve. Pra, shumë prindër mendojnë se po punuan fort që të ushqejnë fëmijët e tyre, që fëmijët mos t'u mungoj asnjë në jetën e përditshme, e kanë kryer edukimin e fëmijëve të tyre dhe kjo është një qasje shumë e gabuar, sepse ti thjesht, pra ti ke plotësuar atë instiktin që ta ka dhënë, ja jep Zoti gjithë gjallësave. Pra po çosh dhe në botën shtazore, të gjithë e kanë atë instiktin e kujdesit ndaj fëmijës vet apo ndaj foshnjës vet. Por se njeriu ka një detyrë më të lartë se sa kjo, që nuk është vetëm thjesht t'i japi për të ngrënë dhe për të pirë ose ato për kujdesjen anës biologjike të fëmijës vet, por se ka një detyrë më të madhe, sepse njeriu vetvete ka detyrë më të madhe që është edukimi i fëmijëve, sepse një edukim i mirë rrit një fëmijë të mirë. Çështja është se mungon shqetësimi tek prindrit në edukimin e fëmijëve. Shihet një mungesë e madhe në këtë pjesë. Dhe kjo mungesë, me fjalë, do të jetë fatale nëse vazhdon e tillë. Ne duhet kujdesemi dhe duhet të shqetësohemi për edukimin e fëmijëve tanë. Madje shpesh herë, edhe kur vjen puna që ne çojmë fëmijët tanë në kurset e xhamisë, bëjmë diçka pak, po themi kështu si me hile. E çof një ke xhamia, na hoxha tash mësoj fëmin tim. Dhe ti shko pi kafe në atë rahat në telefon, në Facebook apo në Instagram, duke mos u shqetësu fare. Edhe këtu nuk jenë rregull, sepse tek ti nuk ekziston ai shqetësimi për fëmin tënd. Që në fund fare masi që e merr fëmijën, të interesohesh a ka mësuar fëmia, të interesohesh i fëmia të detyrë që ka marrë ke kursi i xhamis, ta mësoj atë, pra ja le hoxhës aty, siç po bëjmë dhe me shkollat dhe me kopshtet, ja japim dikujt tjetër që ta edukoj fëmin ton. Ndërkohë që duhet jemi ne vetë ata të cilët duhet t'i edukojmë fëmijët tan. Besimtarët nderuar, duhet kemi parasysh se detyra jonë është t'i edukojmë.
a do të udhëzohen ata, a do të përmirësohen ata, pastaj është prej Allahut subhanahu wa taala. Ne duhet ta kemi këtë ndjenjën e përgjegjësisë në edukimin e tyre. Pastaj a u bë fëmia i mbar apo s'u bë i mbar, udhëzimi është në dorë të Zotit. Sepse po të shohim dhe historitë e pejgamberëve, gjejmë dhe fëmijë profetësh të cilët nuk kanë qenë udhëzuar. Nuk ju mungonte atyre edukimi, sepse i kishin prindrit e vet profet që ishin model për shoqërinë. Ama është në dorë të Zotit udhëzimi. Ne kemi për detyrë, do të pyetemi para Allahut subhanahu wa taala, a jemi kujdesur, a jemi shqetësuar që të edukojmë fëmijët tanë me atë që është më e mira, të edukojmë fëmijët tanë me islamin, moralin e kështu me radhë. Aliu radiallahu anhu, kur shpjegon ose komenton ajetin kuranor, pra o ju keni besuar, shpëtoni vetet tuaj dhe fëmijët tuaj nga zjarri i xhenemit, ka thënë allimuhum edibuhum wa allimuhum, edukojini ata, pra fëmijët, dhe mësojni ata. Pra dy gjëra i kemi detyrë, të edukojmë fëmijët tanë dhe të mësojmë. Ne shpeshherë mjaftojmë me mësimin dhe edukimi është diçka që lehet, po themi, në dorë të dytë. Ibn Qayyim al-Jauziyje thot një fjalë shumë të madhe. Thot, ai i cili ka neglizhuar edukimin e fëmijëve të vet, i ka bërë atyre hatan e madhe. Moment që ti e neglizhen ndaj edukimit të fëmijëve, pra të shqetësohesh që të edukohet fëmia jot, mësoj fëmia jot, ti ke bërë hatan e madhe. Edhe nëse ti mund t'i kesh dhënë gjithë mirat e botës, ama nuk e kujdesur në edukimin e tij, ja ke bërë të keqen e madhe fëmijës tat. Se të po themi thënie të dietarëve të hershëm që flasin për edukimin e fëmijëve. Ibn Hazmi ka një fjalë shumë të lezetshme. Thot, ai i cili kujdeset që t'ia plotësoj fëmijës vet të gjitha nepset, ato nepset që ka fëmia, dukte, duate, me të vërtetë që e ka mashtruar. Sepse çfarë ne në përgjithësi e kemi këtë, fëmia mos t'i mungoj asgjë. Unë kam vujt për vete, ama fëmijës tim mos i mungoj asgjë. Dhe ti mundohesh që fëmijës tënd mos i mungoj asgjë. Po gjithmonë mendjen tënde nuk është nga çështjet e fesë, është nga çështjet e dynjas, pra nga pjesa biologjike e tij. Dhe ti kujdesesh të ketë veshjen më të mirë, ushqimin më të mirë, për shkollimin më të mirë, lodrat më të mira, dhe ja plotson të gjitha nepset, siç thotë Ibn Hazmi, ti e ke mashtruar fëmin tënd. Dhe nuk është mirësi ndaj tij, porse është keqbërje ndaj fëmijëve. Duhet të jesh ti i pari mësuesi i fëmisë tat. Këtë duhet ta kemi parasysh. Ne mendojmë, unë do ta rris fëmin, do ta ushqej me buke, me veshmbathje, të kujdesem për te, ama do ta çoj të mësoj ke xhamia. Jo. Mësuesi i pari çdo fëmijë nuk është hoxha. Mësuesi i pari çdo fëmijë je ti. Ti i cili e ke lindur, ti i cili po e rrit ato e ke në shtëpi, e ke përgjegjësi. Mësoj fëmijës tat kush është Zoti jot. Nuk ka kusht që ti t'jesh dietari më i madh i botës i tregosh se kush është Zoti jot. Me fjalët më të thjeshta mund t'ia shpjegosh, se në fund fare fëmijët gjuhë të thjeshtë kanë. Tregoj, Zoti yt është Allahu, ai i cili na krijoi, ai i cili na ka dhënë të mira, ai i cili është një, nuk ka tjetër. Janë gjëra shumë të thjeshta në shpjegim, por se që mbeten në memorinë e fëmisë dhe mbeten në atë subkonsciencën e tyre. Mësoj fëmisë tënd për Islamin, për fenë e bukur që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Ato që din, i tregon se Allahu na ka urdhëruar të falim namazin, të shkojmë ke xhamia, të sillemi mirë, të kemi moral, të kemi edukat, ta duam vllajin, ta respektojmë të rriturin, e kështu me radhë. Ti tregosh atyre për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush ishte i dërguari i Allahut, ato gjëra që din. Ai sa ke dëgjuar, ai sa ke lexuar për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mësoj fëmijës tënd, këtë jap këshill dhe kërkoj vëmendjen e secilit, atyre të paktën që do bëjnë me fëmijë, ose ndoshta edhe me nipër dhe me mbesa, që të marrësh dyfish shpërblimi, mësoj fëmijës tënd surën Fatiha. Fëmia jot paktën 17 herë në ditë do ta lexoj këtë sure. Mos ja lejo askujt tjetër që t'ja mësoj fëmijës tënd surën Fatiha. Mos ja lejo askujt. Do të thosh, unë për vete nuk e di mirë surën Fatiha. Me aq sa ti din, me aq sa ke mësoja surën Fatiha. Ja rregullon hoxha ke xhamia te xhuidin, ama ti je ti mësuesi i Fatihas të fëmisë tat, që sa herë që ta lexoj surën Fatihaj, të shkoj ti shpërblimi, mos ti shkoj dikujt tjetër, sepse është fëmia jot. Imagjinon që shpërblimi i fëmisë tat ti shkoj dikujt tjetër dhe mos të vjerë i ty. Subhanallahu alazim. Mësoj gjithashtu fëmisë tat namazin. Nuk është e thonë që ti mësosh, ti bësh ders, mësim për namazin. Hajde këtu o bir, hajde këtu o i bi.
hajde falemi bashk, e fali namazin, i tregon çfarë sure duhet lexoj, i tregon ato çfarë thot Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, ja shkon suret me një flet, ja shkon te jati në një flet, janë gjithë kemuri. Pra, ato mënyrat gjeje ti vet, si të jetë më përshtatshme në fëmin tënd, ama ti je ti ai i pari që mëson fëmisë tënd namazin që të jetë pra çdo namaz i fëmisë tat të virë ty sevapi dhe jo dikujt tjetër. Duhet kujdesesh për namazin e fëmisë tat jashtë masë shumë. Kur ka qenë Sheikhul Islam Ibn Taymije gjykatës një periudhë kohe, shkojnë dhe i thonë me fjalë o imam o gjykatës, kemi sjell një fëmijë, është 11 vjeç. Ky nuk fal namazin dhe nuk pranon të falë namazin. Pra donin të jepnin një ndëshkim. Pra ndëshkimi nuk është se ishte ndëshkim do i bësh një gjë të keqe, më tepër ishte edukim. Pra fëmia shkonte ke gjykatësi që të ndjente peshën e fajit që kishte bërë. Sheikhul Islam Ibn Taymije tha prisni pak. Para se të pyesni fëmijën me fjalë pse nuk e fal namazin, shkoni pyetni babën e tij. Për 3 vjet rresht, a e ka urdhëruar djalin e tij që t'i falë namazet 5 herë në ditë? Pra 5 herë në ditë ta pyesi, o birë, e ke falë sabahun, ço falë, o birë, e ke falë drekën, ço falë, i qindin, ço falë. Pra e ka urdhëruar apo 5 herë në ditë. Në qoftë se jo, pastaj është babai vet fajtor, nuk është fëmia, sepse nuk ka pas kusht ta edukoj atë. Pejgamberi alayhis salam është kujdesur që të edukonte fëmijët. Gjejmë në raste të shumta se si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i mësonte fëmijët siç i mësonte të rriturit. Me djalin e xhaxhait vet, Abdullah ibn Abasi. Abdullah ibn Abasi ka qenë nga fëmijët e sahabeve që qëndruan pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mësonin prej tij. Dhe është hadithi i famshëm që e kemi dëgjuar gjithë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë ja ghulam inni uallimuka kelimat, o ti djalosh unë po t'i mësoj ty disa fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ecste përpara dhe Ibn Abasi po i shkonte nga pas Abdullahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia tha këto fjalë: Ihfazillah yahfazak. Ruaj Allahun të ruaj ty. Ihfazillah tajid tujahak. Ruaj Allahun ta gjesh përpara vetes. O idha sa'alta fas'alillah, o idha ista'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh, kërko vetëm prej Zotit. Kur të kërkosh ndihmë dhe mbështetje, kërko vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. I mësoj disa fjalë shumë thjeshta, por që janë shumë thelbësore, janë shumë të rëndësishme, si thonë në karakterin e fëmisë apo në mendjen e fëmisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha bazat e besimit, i dha bazat e jetës. Çfarë bëri i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam kur e mësoi Abdullah ibn Abbasin? E lidhi me Zotin. E lidhi me Zotin. A dini sa e rëndësishme është kjo vëllezër, subhanallahu. Kjo është elementi kryesor që mungon tek fëmijët tanë sot. Fëmijët tanë nuk janë të lidhur me Zotin. Çohen ta falin namazin, e falin namazin se ja ka urdhëruar baba. Çohen ta bën një vepër, e bëjnë sepse duhet me e bë, por nuk e lidhin ibadetin fort me Zotin e gjithësisë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çfarë bëri? E lidhi me Zotin Abdullah ibn Abbasin. Ruaje Zotin të ruaj Zoti ty. Marrëdhënie drejt për drejt, subhanallahu. E mësoj që t'i ruaj kufit e Allahut. E mësoj që t'i ruaj kufit e Zotit. Pra, çka është jashtë asaj që Allahu i lartësuar nuk e don, qëndroj larg besimtari. Ta ketë Allahun e lartësuar gjithmonë prezent përpara vetes. Por këtë kemi të gjithë nevojë ne. Ama fëmia nëse e merr brumoset me këtë gjë, që në vegjëli, imagjino një fëmijë që ka gjithmonë prezencën e Allahut. Kjo është grada më e lartë e imanit, pastaj është grada e ihsanit. Ta adhurosh Allahun sigurisht se sheh atë, edhe pse nuk ti e sheh atë, ai të sheh ty. Çfarë ndodh? Ti gjithmonë e ndjen prezencën e Zotit gjithësisë. E ndjen prezencën e Allahut në adhurime, e ndjen prezencën e Allahut jashtë adhurimeve, e ndjen prezencën e Allahut në xhami, jashtë xhamie, në punë, në shtëpi. Këtë moment ti ke kriju marrëdhënie tjetër me Zotin e gjithësisë dhe çdo gjë e jotja, çdo vepër e jotja bëhet vetëm për hir, ti vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kur të kërkosh me kërku vetëm prej Zotit. Para se të kërkosh prej mësuesit, prej shokut, prej familjes, ti kërkosh Allahut. Pse? Sepse gjithmonë është në mendjen e fëmijës që do rritet nesër pas nesër, është Allahu i lartësuar, ai i cili është primari në gjithçka. Dhe në këtë lloj forme fëmia jot kujdeset për marrëdhënien, po themi, ose për raportin e tij me Zotin, kujdeset. Ai ka gjithmonë mundohet që të jetë gjithmonë në raport të mirë me Allahut. Mundohet ta mirëmbaj raportin e vet me Zotin e gjithësisë.
Dhe çfarë ndodh? Kur fëmia mundohet ta mirëmbajë raportin e vet me Allahun, rezultati i kësaj është se ky fëmijë do të respektojë ty për të mirëmbajtur këtë raport me Allahun e lartësuar. Pra fëmia do të respektojë ty si prind, sepse Zoti ja ka urdhëruar. Ai shqetësohet që të kujdeset për urdhrin e Allahut, dhe urdhri i Allahut është që të respektojë ty si prind. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dhe ka urdhëruar Zoti yt që mos ta adhurosh askën tjetër përveç tij, dhe me prindrit me qenë bamirës, pra me u sjell mirë. Ti obligon fëmin tënd që me dash Zotin, Allahu e obligon fëmin që me dash ty. Shikoni si kthehet, pastaj pra besimi i kthehet bumerang besimtarit në veten e tij. Të mirat e besimit që mbjell ti, të kthehen ty. Dietarët kanë thonë besimi është si puna farës, që ti e mbjell në tokë, kjo farë çel, fara e besimit, fara e imanit çel, dhe bëhet pemë e madhe, dhe nga degët e kësaj peme është pikrisht respektimi i prindërve, pra frut që ti do ta shihesh atë pasaj gjithë jetën tënde. Subhanallahu el-azim. Vallai vlezër, Allahu i lartësuar na ka sjell shembullin e Lukmanit, se si Lukmani e këshillonte djalin e vet. Fjalët që i thoshte. Ne kërkojmë të japim shumë gjëra të mëdha fëmijëve, ndërkohë që ka nevojë për ato më elementaret. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Dhe kur Lukmani e këshilloi djalin e vet, dhe ai ose kur Lukmani i tha djalit vet, dhe ai po e këshillonte atë, i tha atij, o birim, mos i bëj shirk Allahut. Sepse shirku është padrejtësia më e madhe. Tani një pyetje që ja bëj unë secilit prej jush. Cili prej nesh ja ka thonë këto fjalë fëmijës vet? O po këto dihen, këto janë fjalë më thjeshta në botë, më thjeshta në botë. A ja ke thonë një fëmijës tat kët? O birim, mos i bësh shirk Allahut. Thuja këtë fjalë. Thuaj që kjo fjali të mbetet në memorien e fëmijës tat. Kur të rritet ai thot, më ka thonë baba, o birim, mos i bësh shirk Allahut, se shirku është padrejtësia më e madhe. Ai ndoshta nuk e kupton kur është i vogël, ka për ta kuptuar më shumë kur është i madh. Ama i mbetet kjo fjalë dhe ai rritet me këtë fjalë në memorien e tij. Pra po themi, ushqeje me këtë lloj fryme dhe me këtë lloj edukimi fëmin tënd. Ulet të mësoja diçka. Mere për krahu, ose kur mere për dorë, dhe kur ecën rrugës me të, ose kur në makinë me të, bisedo me fëmin tënd. Ne bisedojmë për shumë gjëra, për fe, me familjen tonë kemi pak të vështirë të bisedojmë. Bisedo, tregoj ca gjëra. Ndoshta një pjesë prej nesh nuk e kanë shumë dhënë që po unë e kam vështirë të flas për fe fëmis. Më mirë ta çike hoxha, ti flasi hoxha. Jo, ti thuja fjalët. Ato fjalë që i din. Me aq pak dije që mund të kesh, ato fjalët e thjeshta thuja fëmijës tënd. Edukoje fëmin tënd që fëmia ti marri dhe ti ketë dhurat prej teje. Tregoj për Zotin tënd, akiden tauhidin rububie, tauhidin uluhie, pra Zoti është një që na ka kriju, na ka dhënë të mira, vetëm Allahun ne do ta adhurojmë, vetëm atij lutjen ja drejtojmë. Të gjitha këto duken thjeshta, po wallahi ladhim kena për t'ia pa frutet kur triten fëmijët tan. I tregon për pejgamberin, i tregon për islamin, për virtytet e islamit, për turpin, që është nga virtytet e veçanta të islamit, ti tregosh me fjalë se është turp, të bësh vepra të këqija, është turp, cillesh keq, turp para Zotit, ta ndjesh që ai të ketë turp para Zotit, para se të ketë turp para njerëzve, dhe të rritet fëmia me këtë lloj fryme dhe të mësohet ose të rritet të jetë krenar me fenë islame. Shumë nga fëmijët e muslimanëve sot, dhe besoj shumë nga ju do t'jenë bien dakord me mua me këtë fjalë, kompleksohen me çështjen e islamit, e kanë pak si siklet. Pra e kanë kompleks çështjen e islamit, nuk e kanë atë krenarin që duhet. Unë jam musliman, unë fal namazin, unë shkoj në xhami. Ndoshta duke dieni çik të intimiduar në shoqëri, sepse e kanë atë ndjenjën ndoshta të izolimit në çështjen e fesë. Mundo ti tregosh ç'a di, sepse Islami ka ndërtuar subhanallahu civilizim vëllezër.
Në ndoshta media në përgjithësi e ka bombarduar televizorin se muslimanët janë këqij, muslimanët janë terroristë, muslimanët Islami ka sjell vetëm keq. Është kjo lloj fryme dhe është shumë e madhe në shoqërinë përgjithësi. Dhe fëmijët, duke mos ditur se çfarë ka prodhuar Islami, qytetërim dhe civilizim madhështor që ka prodhuar Islami, ndoshta e ndjejnë atë sikletin apo vështirësinë në shoqëri. Tregoj atij se kush është Islami, çfarë ka nxjerrë Islami, çfarë ka prodhuar. Wallahi ladhim shkencëtarët e mëdhej, qytetërimet e mëdhaja. Qoftë Stambolli është qytet i cili është ngritur me fjalë është bërë mrekullim vetvete me ato zbukurimet, me ato elementet islamente e kështu me radhë. Pra, sa më shumë të njohësh historinë, aq më shumë bëhesh krenar se je musliman. Që mos t'jenë nesër të kompleksuar me hijabin e tyre vajzat, me namazin e tyre muslimanët. Thuj biri im ngriu falu, nuk është turp me u fal. Turp është mos me u fal. Se sot jemi në kohën e antivlerave. Son verset i vjerit turp mos me u fal fëmijës, i vjen turp pse falet sepse e shohin njerëzit. Problemi është se fëmijët tanë përgjithësi janë të orientuar nga modelet e dështuara. Modelet e dështuara, sot në shoqëri, ato që duhet jenë model janë njerëzit, zot rujna me fjalë, më pa karakter, më pa vlera në shoqëri. Subhanallah. Dhe ato na serviren ne si modele. E gjen dikë që ai mund të jetë i pasur, i ka xhepat plot. Po në shoqëri nuk ka rëndësi si është bërë i pasur, kjo në rrugë halal, në rrugë haram, i ka fituar me rrugë të pista apo i ka fituar me rrugë të pastra, e rëndësishme apo ka bë marifete rrugës, e rëndësishme që ky është i pasur. Sot pasuria, fama, që është në qendër të vëmendjes, ti je i egër, i keq apo i ashpër, sot është sukses. Dhe suksesi pasaj është qëllim vetvete. Ndërkohë që i gjen këta njerëzit që janë nga goja zotërujna. Njerëzit më të pamoralshëm, shumë të këqij në familjet e tyre, janë të pasur në xhepat e tyre, ose të pasur në famën e tyre, por se të varfër në besim, të varfër në moral, janë të varfër në vlera, janë të varfër në dije dhe gjithçka tjetër. Ama është model suksesi në shoqëri. Ne jo që s'kemi nevojë për këta, po këta me fjalë janë duke prishur brezin tonë dhe fëmijët tanë. Dhe kur i thu fëmijëve sot, për shembull, i përmend emra të këtyre që dalin në TikTok, qeshin, kënaqen. Madje kur bëjnë muhabet në batut dhe përmendet emri i tyre, këtyre duket shumë interesante përmendja e tyre. Pse? Sepse janë infektuar me modelet e dështuara që serviren. Ndërkohë që ne kemi nevojë të kemi modele të atyre njerëzit cilët janë të pasur në besim, në vlera, në iman, ata cilët kanë synim xhenetin, ata cilët, si thon, i qëndrojnë parimeve të tyre e kështu me radhë. Model janë dietarët, pra po themi nga ata që janë gjallë, njerëz e devotshëm, njerëz cilët, si thon, janë të pasur në dije, në fe, në gjithçka, dhe edhe pse mund të mos ketë, po themi, as fam, as post, as i gjë, ama i qëndron parimeve të veta. A ka mendu kush nga ne ti tregoj fëmijës vet si ka qenë gjyshi i tij? Pra gjyshi i vet ka qenë njëri i mirë, i cili respektonte mikun, i cili ishte bujar, i cili ishte njëri me moral të lartë, sepse ne duke e zbeh, si thon, shoqërinë tonë nga këto lloj vlerash, e zëvendësojnë antivlerat që i sjell dhe i servir TikToku. Mësoj fëmijës tënd shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, ato që din. Mësoj fëmijës tat kaderin. Duket çuditshme. Mësoj fëmijës tat për kaderin. Kaderi është shtylla e fundit e imanit, por është aq e rëndësishme dhe është aq jo prezente në shoqëri sa jemi shumë të varfër në besimin tonë me kaderin. Sepse në fund fare edhe musliman në përgjithësi, në momentin që i vjen një sprov, pra imagjino të ngelesh pa punë, shqetësohesh tu se të kara qielli mbi kokë, ndërkohë që ti harron ose ne harrojmë se furnizimi, pasuria, pra burimi i riskut nuk është puna, është Zoti i gjithësisë, ka bërë shkak punën që të vijë për andej furnizimi. Ama ne nuk kemi lidh me Allahun e lartësuar dhe kemi frikë për të ardhmen tonë dhe na shqetëson. Pse? Se marrëdhënia jonë me kaderin e Zotit është shumë e dobët. Mësoj fëmijës tat kaderin. Tregoj mi se kjo botë është botë mi fjalë me sprova, me vështirësi, edhe vështirësi duhet me u përballu. Se po rrisim brez cilët po i llastojmë jashtë mase shumë. Me testu.
s'është ju servir ta testoni, por se imagjino të heqësh fëmijës tat wirelessin për i ditë ke shtëpia, bëhet nomi apo jo. Një ditë ju hoq një diçka që se ka etike, se ka të nevojshme. Hiqja wirelessin, subhanallahu, ç'a bëhet ke shtëpia, Zot ruajna. Historitë e profetëve janë histori që janë thesare secila prej tyre. Dhe çdo profet ka ato, po themi, thesaret e veta. Gjejmë Ademin alayhis salam si u mashtrua nga shejtani i mallkuar, se si harroi, atë çka Allahu i lartësuar i kishte kërkuar, si gaboi dhe u pendua. Gjejmë kulmin e durimit me Ejubin alayhis salam. Gjejmë Jusufin alayhis salam. Janë disa elemente që ndoshta ai nuk i kupton përse mbeten tek fëmia. Jusufi alayhis salam çfarë bëri? Momenti që i bën kurth gratë e Egjiptit, tha o Zot, burgu është më i mirë për mua. Pra Jusufi alayhis salam i kërkoi Zotit burgun vetëm që mos të përfundonte në immoralitet. Kjo është vepër shumë e madhe, subhanallahu, sikur fëmijët të brumoseshin me këtë lloj fryme, me këtë lloj qasje, do të nesër me lejen e Allahut kur të rriten, do të bëhen ndryshuesit e shoqërive tona. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam normalisht është modeli, shembulli që duhet ndjeki çdo musliman. Pra, nëse ti don me ditë si duhet të jetë muslimani, si duhet të jetë besimtari, shih si ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Është i vetmi njeri që e ka zbatuar Kur'anin 100%. Askush tjetër nuk e zbaton dot Kur'anin 100%, përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur pyeta Aisha radiallahu anha për pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam, çfarë tha? Ishte Kur'an që ecte mbi tokë. Pra, në vetvete i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, po ta marrësh, pra, ka qenë mishërimi i asaj çfarë kërkon Zoti prej besimtarëve. Nëse ti don me ditë çfarë kërkon Allahu prej nesh, shif si ishte i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam. Atë gjë kërkon Allahu i lartësuar prej nesh. Se pejgamberi e vërtetoi çdo gjë që Zoti i kërkoi njerëzimit, dhe të tillë duhet të jemi ne. A ka pasur ndonjëri prej nesh shqetësim dhe këtë shqetësim, pra çështjen e besimit vëllezër, ta ndaj me fëmijën e vet? Ta pyetej herë fëmin tat. O biri më thot, nëse unë nesër pas nesër ma merr Zoti shpirtin, ti ç'a do bësh? A do vazhdosh të besosh? A do të vazhdosh ta falësh namazin? Këtë gjë ka bërë Jakubi alayhis salam. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. Dhe kur ju afrua momenti i fundit Jakubit alayhis salam, i tha bijve vet, çfarë do të adhuroni pas meje? E kishte shqetësim profeti Jakub alayhis salam. A do të vazhdojnë të ishin fëmijët e tij në besim? Pra kërkoj një besë prej fëmijëve të vet, që ato do ta vazhdojnë këtë rrugë. A e kemi në këtë shqetësim? Dhe këtë shqetësim e ndau me bijtë e tij, dhe në këtë shqetësim ta ndaj me fëmijët tan. Ku është ajo esenca këtu? Sepse fëmia jot, kur ti do t'ia bësh këtë pyetje, shef se që ka shumë e rëndësishme ke baba im, që unë të vazhdoj të qëndroj në fe, që unë të vazhdoj të fal namazin, që unë të vazhdoj të jem një besimtar i mirë. Dhe shkundet ajo neglizhencë ose pavëmendësia e jote si prind në sytë e tij, dhe ai sheh se çfarë është e rëndësishme tek ti si prind që kërkohet për atij fëmie. Dhe ai ka për ta parë pasaj çështjen e besimit ndryshe me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Do të kalojmë pak tek gratë, ke femrat, nënat. Sepse normalisht pjesa më e madhe e edukimit i atribuohet nënave. Pra nënat janë ato cilët janë edukatorët më të mëdha, janë dhe baballarët, porse rolin kryesor në përgjithësi e kanë nënat. Nënat janë ato cilët, si thon, e vejnë ujtin në vijë fëmijët e tyre. Femrat sot faktikisht janë mashtruar në përgjithësi dhe bashkë me to dhe besimtarët dhe muslimanet, me të gjitha këto ideologjitë moderniste apo postmodernizmit, me feminizmin, me laicizmin, me çështjen që të lirohet gruaja nga prangat, jo vetëm gruaja me shami, por të gjitha gratë, të lirohen gratë nga diktatura e burrave e kështu me radhë. Dhe subhanallahu, për të ardhur keq, po mund djesh dhe prej motrave muslimane të cilat flasin me gjuhën, jo me gjuhën e tyre, pra me gjuhën e Islamit, flasin me gjuhën e atyre të cilët nuk e duan Islamin.
dhe i predikojnë dhe i servirin këto çështje tek motrat muslimane. Ti duhet jesh e suksesshme, ti duhet kesh karrierën tënde, ti duhet bësh maksimumin në jetën tënde. Dhe çfarë është krijuar për shtypja vëllezër, që të qenit grua shtëpijake është prapambetje. Është kriju kjo gjë. Në qoftë se një motër muslimane sot, në mesin e besimtareve, po flasim në rrethin e besimtareve me shami, ajo thot, unë dua të bëhem shtëpijake, unë duhet të bëhem nën. Pra, karriera ime është të jem nën. Do ta shohin me përbuzje, po ti si e aftë me bëj shkollë, po ti si e në gjendje me bëj diçka, se duket sikur ato të cilat nuk janë të afta, përfundojnë të jenë anvisa, ndërkohë që të jesh nën është detyra më e madhe, është profesioni më i madh mbi sipërfaqen e tokës, sepse bësh edukatori i brezit të ardhshëm. Dhe subhanallahu, tendenca është që gruaja sot ti shërbej kujdo, po jo në familje. Pra është e thjesht të shërbesh kudo, ama në familje mos më shërby. Ishin 2 gra, 2 shoqe. Po i thoshte njëra tjetrës, qyqa mi, ngili duke më dhon detyra, ngili duke më dhon punë, bo këte, bo atë, ja ktheu shoqja vet. Qa thumi, po lejemi, ndau prej ati, mos ju bind fare, u bëj me të urdhru ty. Jo burrimi, jo, po shefi punës. Aha, i tha kjo, shefi punës, duroj atë, bindu ati, se të heq prej punaj. Kjo është bised, që është realitet, si thonë në kohët e sotme, subhanallah. Edukimi fëmijëve është projekti i madh i çdo gruaje sot. Unë mund të themi diçka që mund duket e habitshme, çuditshme, por se duket e largët mund të jetë e afërt. Ndoshta fëmia yt, djali yt ose bia jote, djali yt me që kapet ke konteksti maskullor, mund të jetë imami i arshëm i umetit. Në shumë fusha, qoftë në fe, qoftë në çështjet e jetës. Po fëmia jot, që ti je shafashut vogël, ai mund të bëhet prijesi, ose imami, ose ai ndryshuesi i madh i shoqërisë. Do i them diçka kuriozitet, po themi. Datlindjet e dietarëve ose të njerëzve të mëdhej nuk i di askush saktësisht kur ka lindur saktësisht, kur e ka ditëlindjen ai, sepse askush nuk ka lindur i madh, është bërë i madh më mbrapa. Prandaj mi fjalë dihet shumë mirë data e vdekjes tyre, se u bën njerëz të mëdhej, por nuk dihet se kur kanë qenë ose kur kanë lindur kur ishin vegjël. Nëse ti do ta edukosh si imam, apo do ta edukosh me fjalë që ti je i tillë, siç kanë pas bë gratë sahabesha, Hindi, bashkëshorte e Ebu Sufjanit, edukoi djalin e saj që ti ishte prijes, ai u bë i tillë. Subhanallah. Nga gjërat interesante që tregon ose transmeton është një rast me nënën e Salahudinit. I thaj një ditë djalit saj të vogël, tha boll qave, tha. Nuk i takon kështu të qaj çiruesit kudsit. I fshiu lotët Salahudini, nuk qau më, nuk qeshi më derisa çiroi kudsin. Po shikoni fjalën që i tha nëna që mbetin me memorin e tij. O vëllezër, pasha Zotin, ndonjëherë një fjalë të mirë që ti e thua, ose një fjalë që ti nuk i jep rëndësi, ajo ngelet tek memoria e fëmijës dhe ai me lejen e Zotit bëhet ndryshues me të. Nga gjë interesante është se nëna e Sultan Mehmetit të dytë, Mehmet Fatiut, i kënonte Ninull, djalit të saj, sultanit të arshëm, ku i thoshte nga fjalët e Ninullës, ti do të jesh çiruesi Konstantinopolës. Ti do të jesh çiruesi Konstantinopolës. Ajo e kishte shqetësim që fëmia i saj të ishte i tillë. Nga ana tjetër, ky u frymëzua pra si fëmijë me këtë gjë, edhe u edukua me këtë gjë. Ka qenë mësuesi i tij kryesor, ai i cili e merrte Mehmetin e vogël, e çonte në brigjet e Rumelis pranë detit dhe ja bënte me gisht. Ajo aty është Konstantinopoja. Ti do ta çlirosh atë. Ai u rrit dhe çliroi atë. Subhanallah. Nëna Imam Malikut, imami me thebi Maliki, kur ishte i vogël, ka qenë jetim. Edhe Imam Maliku, edhe Imam Shafiu. Nënat i edukuan i bën njerëz të mëdhej. Ja lidhte çallmën, se dikur çallma ka qenë simbol i dietarëve. Pra dietarët vinin çallmë në kokë, atë çallmën e bukur, edhe dilin në publik. Kjo ja lidhte çallmën kur ishte i vogël, dhe i thoshte shko merr dije tani.
sepse donte që djali i saj të bëhej imam. Çfarë i mungon umetit sot? Se kjo është e pyetja $1 milion që është si shprehje. Çfarë i mungon umetit sot për t'u ringritur? I mungojnë shumë gjëra, por se që në vegjëli i mungon disiplina. Sot umeti ka nevojë ekstremisht të madhe të disiplinohet. Po ti vesh e vëllezër, adhurimet në përgjithësi të disiplinojnë. Shif namazin. Namazi të disiplinon që është herët. Të jesh korrekt me oraret. Të jesh korrekt me higjienën se do marrësh abdes. Kur vjen puna këtu, kur vjen tek xhamia, të rreshton, të vën në rresht ke safet. Ne kputët i lejmë rëmu jashtë, ama këtu na rreshton namazi. Kjo tregon një fjalë që akoma nuk na ka edukuar në namazion, nëse kputët tona aty jashtë, po themi rrinë në rëmuj, ama safet ne i drejtojmë. Por të shofësh agjërimin, vakte fikse, vetë përmbajtje, e kështu me radhë. Një fjalë që e ka marrë nga Sheikh Ebu Ishaq el-Huwaini, Zoti e mëshiroft se është bërë për rahmet tani, ai ka thënë një fjalë që kur e dëgjova subhanallahu ishte e habitshme. Tha, oj ti motër muslimane, tha, ashtu siç lë një libër Kur'ani vakuf në xhami, lëri dhe fëmijët e tu vakuf për Zotin e gjithësisë, ose të paktën njërin prej fëmijëve të tu të jetë vakuf. Pra ti liroj atë nga shërbimet e tua, që ai mos të shërbej ty dhe ti përkushtohet çështjeve të umetit. Pra ti përkushtohet qoftë duke u bërë hoxh, dietar, qoftë duke u bërë një shkencëtar, qoftë duke u bërë gjithë çfarë do, ama ai ti përkushtohet. Pra ti me njëtin tat lër atë vakuf për hir të Zotit. Tek ne shqiptarët ka qenë edukata e vakufit nuk është më sot, po vakufi ka mbajt perandërit, vakufi ka mbajt khilafetin dikur. Vakufi çfarë është? Është sadekaja xharie e vazhdueshme. Sadekaja e cila nuk mjafton vetëm pra jep sadekan dhe marroj benefiti i saj. Sadekaja e vazhdueshme e cila vazhdon, mund të vazhdoj për vite, po mund të vazhdoj për shekuj. Siç janë sot shumë vakufe. Namazjaja është në tokë vakuf. Dine Hoxha është sot vakuf. Perandëria osmane është mbajt me paratë e vakufeve, e kështu me radhë. Imagjino të lesh një fëmijë vakuf edhe ai inshallah të bëhet ndryshues. Një ngjarje interesante që e kam përjetuar vetë në Egjipt. Një hafiz Kurani në Egjipt, Sejt Haruni, ai bën vazhdimisht bën kurse intensive të Kuranit. Që ti të bësh për 6 muaj hafiz Kurani, ose nëse je hafiz Kurani, ti mësosh të 10 kirajetet e Kuranit për 6 muaj. Ti në ato 6 muaj e lën gjithë, po themi jetesën tate, fokusohesh në hifdhin e Kuranit nga mëngjesi deri në darkë, ke vetëm sim Kurani, ama mas 6 muaj del hafiz Kurani. Një ndër nxënësit e tij ka qenë një musliman, ujgur kine. Interesante e tij është se babai vet e kishte sjellë të mësonte Kuranin të bëhej hafiz. Babai vet ishte biznesmen, elhamdulillah kishte lehtësu Zoti, kishte 4 djem. E subhanallahu shikoni, më fal, baba dhe nonet që e kanë dert çështjen. I kishte thonë këtij djalit 4. Thash, 3 djem të mëdhej janë duke u marrë me biznes. Ti bir tha mos u shqetëso çështjen e biznesit. Vëllezrit do të punojnë për ty. Pra 3 vëllezrit do të bëjnë biznes edhe rroga do i ndanit 4 bashkarisht. Ti shko dhe përkushtoju mësimit Kuranit. Ti na dil hafiz. Ti na dil mësuesi Kuranit. Çështjet e dynjas i mbulojmë ne. Ti na dil i tillë. Dhe subhanallahu vëllezër, ta them duket e habitshme, po leximi më i bukur i Kuranit që un kam dëgjuar në herën jetën time ishte pikërisht i këtij djalit. Se ishte festa e të diplomuarve në 10 kirajetet. Kur kam dëgjuar leximin e tij të Kuranit, subhanallahu nuk kam dëgjuar lexim më të bukur në herën jetën time. Shqetësimi i prindit u konkretizua me një fëmijë të hajrit. Dhe do të thotë në njëri, mund ta bëj, thot, po se dia do ketë sukses. Ti ke shqetësim. Kjo është çështja, ne duhet ta kemi shqetësim çështjen e edukimit të fëmijëve. Pastaj a kemi sukses apo jo? Ajo është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Imagjino ta bëjnë këtë 1000 veta. Nëse del njëri, ndryshon gjithë shoqërinë dhe të gjithë, me fjalë, problematikat e shoqërisë. Ja të jam një rast konkret, ndoshta duket e çuditshme, në Turqi është familja Bayraktar. I keni dëgjuar dronat Bayraktar? Dronat Bayraktar kanë ardhur si projekt nga një familje e vetme. Pra babai kishte 2 djemtë e vet, cilët kishin mbaruar inxhinieri dhe kishin vizionin e tyre, ishin përkushtuar kësaj pjese.
Ama, dy djemët e tij ose ky baba që e kishte një shqetësim që të ndronte, si thon atë, situatën e Turqisë, e ka bërë sot Turqinë që të krenohet me dronët e vet në të gjithë botën. Një person bërë një ndryshim, subhanallahu, shumë të madh. Koha po maron, Allah e boft për hajër. Se s'kemi arrit akoma ke Ramazani. Elhamdulillah. Tani të shkojmë tek agjerimi. Sa i përket Ramazanit, si kanë pas agjeruar fëmijët e sahabeve, si kanë pas agjeruar të parët tanë, si silleshin të parët tanë me fëmijët e tyre. Nga transmetimet që na kanë ardhur është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u obligua dita Ashuras që të ishte agjerim pra farz, para se të ishte Ramazani, dërgoi lajmëtar tek fshatrat e ensarve, duke u thënë njerëzve: kush është gdhir dhe ka ngrënë, le ta plotësoj pjesën e mbetur të ditës agjerueshëm. Dhe kush është gdhir agjerueshëm, le ta vazhdoj agjerimin e tij. Tregojnë sahabeshat, ne që është nga ajo ditë agjeronim dhe i bënim fëmijët tanë që të agjerojnë. Kur ndonjëri prej tyre qante, ju bënim atyre lodra prej leshi dhe ja jepnin të luanin me to derisa të vinte koha e iftarit. Kjo ka qenë tradita ose mënyra se si silleshin sahabeshat me fëmijët e tyre në agjerim. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, thot fëmia nuk imponohet me agjerim. Nuk imponohet me agjerim, ai stërvitet. Pra fëmia stërvitet me agjerimin. Dhe subhanallah, kjo ka qenë metoda e selefëve. Ata nuk i imponojshin fëmijët, do ta agjerosh tash. Po do bukun, jo, do të rish pa bukë, do ta agjerosh. Jo. Metoda e tyre ishte që ata, si thon, i nxisnin për agjerim dhe pastaj çfarë bënin? Ja humbisnin vëmendjen, pra e shpërndanin vëmendjen e tyre që të plotësojë agjerimin nga vetë fëmijët, jo të imponuar, deri në vaktin e iftarit. Dhe kur fëmia mbaronte agjerimin, çfarë ndodhte? Fëmia thoshte: e kam agjeru vetën. Nuk më detyroj mamin babin. Pra e konsideronte veten e tij që arriti ta plotësoj agjerimin. Por çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ata në këtë lloj mënyre edukohen që t'ja hedhin, pra t'i përballojnë vështirësitë dhe t'ja hedhin. Sepse normalisht agjerimi është i vështirë. Kur ti e çon atë deri në fund, ai kuptoi, ore, ishte i vështirë agjerimi, punia hodha. Dhe kështu ata krijojnë atë vullnetin për t'i përballuar vështirësitë e tyre në jetë. Subhanallah. Dhe agjerimi, vëllezër, bëhet një shkollë e heshtur, aq e madhe për fëmijët tanë. Nxite fëmin tënd që të agjeroj dhe gjej alternativa. Ti gjen ato mënyrat e tua, ose interesohesh dhe me tjerë duke pyetur se si t'ja humbasësh vëmendjen atyre që ta plotësojnë agjerimin. Nga ato që na kanë ardhur është Omer radiallahu anhu, i cili kur i sollën përpara një të dehur, i tha: mirë për ty, tha, vepron këtë vepër të shëmtuar, tha, dhe fëmijët tanë po agjerojnë. Do të thotë që të gjithë fëmijët e sahabëve ishin agjerueshëm. Pra të gjithë ato, i vogël dhe i madh, agjeronin. Gjundub ibn Abdillah ka një shprehje shumë të lezetshëm. Thotë ishim djem të ri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe mësuam imanin para se të mësonim Kur'anin. Pastaj e mësuam Kur'anin dhe kjo na e shtoi neve besimin, imanin ton. Çfarë do thotë vëllezër? Fëmijës tatë, gjatë kohës si ti e urdhron, pra e nxit, po themi, do i thush, do agjerosh sot, do thot po do agjeroj. Gjatë ditës së agjerimit tregoj për agjerimin. Se muaji Ramazanit është muaji i veçantë, i trego fëmijës tënd vlerat që ka agjerimi Ramazanit, se në Ramazan hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, po fëmia do të pyesi ti, po kush hyn xhenet, kush hyn xhenem, do i tregosh pastaj kush hyn në xhenet, kush hyn në xhenem, cilat janë veprat që të çojnë në xhenet, në xhenem, ato gjërat e thjeshta. Ama moment që fëmia e mësoi, po themi, se çfarë është agjerimi, kur ta agjerojnë, kjo ja shton atyre, po themi, besimin. Subhanallah. Besoj se secilit prej jush, ose disave, ju kujtohet kur gjyshi ju fliste për fen. Ju kujtohet kur gjyshi tregonte me fjalë ato gjërat e bukura, i mban mend, kanë ngel memorie, sepse fëmia i mban mend ato gjërat e lezetshme. Ka i diçka vëllezër. Fëmijët kur rritën nuk marrin mend shumë gjëra nga çka mund t'i kesh tregu. Pra ndonjë diçka tek tuk që i ngelet, por se mbajnë mend se si janë ndier.
mbajnë mend se si janë ndjerë, subhanallah. Po ti veç re fëmijët, thonë, isha i vogël agjerojsha, o ja dola mirë, sepse mbetet ndjenja në memorien e njeriut. Çfarë bënin të parët tanë, ose brezat e hershëm, në edukimin e fëmijëve me Ramazanin? Disa dietar kanë sugjeruar në vendet muslimane, thonë parat, pra i thua fëmis, parat e drekës tonë do t'i mbledhim dhe në fund muaj do t'i japim sadaka. Dhe kështu vepronin familjet muslimane, i mblidhin lekët, një shumë caktuar, i thoshin tash do t'i japim sadaka këto. Ti agjerove, por se edhe sadaka dhe fëmia e ndjen, po themi këtë gjë dhe shumë fishohen mënyrat apo adhurimet. Në disa vende muslimane, siç janë Marok, Tunizi, kanë një traditë lezetshme. Fëmia ditën e parë që e mban të plot bëhet ceremoni. Ky fëmijë ulet në krye të tryezës, është zotëria e tryezës. I thon ti bravo të qoftë tash, ke agjëruar ditën e plot, tash je bërë i rritur si puna jon, dhe ai fëmia ndjet i rritur dhe ndjet i vlerësuar, ama edhe moment që ti ja bën të madhe çështjen e agjërimit, ai e ndjen të madhe në jetën e vet. Pra un agjërova dhe është i rëndësishëm agjërimi në jetën time. Gratë e sahabeve ishin mësueset e para të fëmijëve. Ato çfarë bënin? Kur afrohej koha, themi, e iftarit, i mblidhin fëmijët, i ushqenin ata dhe njëkohësisht i edukonin duke u treguar atyre tregimet dhe ngjarjet apo ato betejat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç ka ardhur, na mësonin, Abdullah ibn Zubair thotë, na mësonin nënat tona betejat e pejgamberit, siç na mësonin suret e Kuranit. Është një shprehje që atribuohet Aliut radhiyallahu anhu, po ati atribuohet, mund ta ketë thënë dikush tjetër, i cili thotë me fëmijën në 7 vitet e para luhet, në 7 vitet e dyta edukohet dhe në 7 vitet e treta, po themi, mbahet ose kihet si shok. Pra çfarë bëhet me fëmin? Nëse fëmia është i vogël, çfarë më bën me Ramazanin? Fillon dhe ja zbukuron pak shtëpinë, i sill në një lodër, ka ardhur Ramazani, ai mund mos jetë për agjërueshve, se është 4-5 vjeç, ama ai shef ndryshimin e shtëpisë në Ramazan. Nga mosha 7 vjeç deri në 14 vjeç fillon dhe edukohet me agjërimin. Edukohet që të agjërojë, të jetë agjërueshëm, dhe pastaj kur bëhet 14 vjeç e sipër, pra në shtatshën e tretë, ai konsiderohet si shok. Shkon me të i fal teravit, ndan me të shqetësimet e kështu me radhë, dhe rritet fëmia dhe bëhet një musliman i mirë me lejen e Allahut. Ka qenë nga zakonet e hershme të parëve tanë ai që quhej pjata e komshiut. Kur vinte koha e iftarit, çfarë bënin nënat? E mushin një pjatë nga ushqimi i iftarit dhe i thonin fëmijës, çoje komshies. Dhe fëmia merrte atë dhe u bënte pjesë e këtij aktit të lezetshëm. Dhe si thon, kjo mbetej dhe ka mbetë në memorjet e tyre. Kur uleshin dua, subhanallah, të parët tanë, sepse duaja para iftarit është e pranuar, çfarë bëni? I thonin fëmijëve, lutuni për ne. Bëni dua për ne se ju jeni të pafajshëm. Omeri radhiyallahu anhu i thoshte, lutu për ne, sepse duat e juaja pranohen ke Zoti i gjithësisë dhe fëmia ndiej i rëndësishëm në këtë lloj adhurimi, po themi. Në Siri, në Damask, në Sak, kanë pas një traditë të lezetshme në Ramazan. Kur vinte Ramazani, fjalë përveç sa agjërimit, i thonin, pse nuk jep sadaka fëmijëve? Jep sadaka diçka nga lodrat e tuaja. Dhe fëmijët e muslimanëve merrin ato lodrat dhe jepnin sadaka një fëmijë tjetër. Çfarë bën kjo gjë, vëllezër? Kjo gjë bën që fëmia kur jep diçka që ai e don dhe jep atë për hir të Allahut, ai mëson kështu se dashuria për Allahun është më e madhe sa dashuria për gjërat e tij të shtrenjta që ka në jetë. Transmetohet nga në Edebul Mufrad se Ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmeton një fjalë, mos e zgjasi, i këshillonte, mos e zgjasi namazin shumë, pra namazit në përgjithësi, që mos t'i rëndohet fëmijës dhe ta urrejnë atë namazin. Ne shpesh herë mundohemi të jemi të ashpër me fëmijët, strikt, dhe t'i rëndojmë ata, ama rëndimi në adhurime mund t'i bëj fëmijët tanë që, si thonë, mos t'i duan këto adhurime sepse ishin të papërballueshme. Imam Euzaiu tregon se si nënat i nxisin fëmijët brenda familjes
të garonin me njëri tjetrin, kush mëson më shumë ajete kuranore, kush bën më shumë vepra të mira, sepse gjithmonë garimi është ai ilaçi që po themi që nxit ose e zhvillon të vepruarit të veprave të mira. Enes ibn Malik, interesant është se kur bonte hatmin e Kuranit, e mlidhte gjithë familjen. E mlidhte familjen, atë leximin që bonte hatmin e Kuranit në Ramazan. Dhe kur e bonte hatmin e Kuranit, e bonte bashkë me gruan dhe fëmijët. Pra ky është ai modeli praktik që ka nevojë për fëmijët. Se ne i themi fëmijëve tan, ulu lexo Kur'an, vetë nuk lexo asgjë. Jo, sahabët jepshin shembullin praktik se ai i cili bon hatmin e Kuranit e ka lexuar gjithë Kur'anin. Dhe në këtë lloj forme subhanallahu, ata ishin model dhe të tillë duhet të jemi. Imam Gazali ka i shprehë shumë të lezetshme ku thot fëmia që nuk e njeh urin, nuk e ndjen dot atë dhimbjen ose sikletin e të varfrit, subhanallah. Do thrasësh? Okej. Është koha e zanit apo? Elhamdulillah. Allah shpërblet. Ibn Xhauzi, dietari i famshëm, i shkroi një letër birit të tij, djalit vet. Dhe i tha o birim, mos u bëj për atyre që agjerojnë ditën dhe kalojnë natën e tyre në gjërat kota, subhanallah. Sepse Ramazani është një mysafir i shpejt, pra hiken shumë shpejt. Dhe si thonë, ne duhet ta shfrytëzojmë Ramazanin apo ato punët në te. Dhe transmeton Ibn Shejbe tek libri i tij, thot çfarë bënin të parët tanë brezat e artë. Kur i bënin fëmijët që ta xheronin, ju gatuanin atyre ushqimet e preferuara. Pra ti nëse do ta vësh fëmijën që ta xheroj, në kohën e iftarit mos i bë grosh, po themi. Mos i bë një ushqim që ai ndoshta se pëlqen. Në kohën e iftarit thuj fëmis, ç'a don me bë sot? Ç'a ushqimi të pëlqen ty? Ai ndoshta mund të thotë du sufllaqe. Plotsoja voja halalla ditë me sufllaqe. Ama ai e mëson në këtë lloj forme çfarë? Që si thon një pritje e gjatë, e lodhshme, ka një shpërblim shumë të mirë dhe e don më pas agjerimin e tij. Në Andaluzi ka qenë një traditë shumë e lezetshme me fëmijët. Se sot e kësaj dite në Afrikën Veriore, fëmijët e mësojnë Kur'anin duke shkuar në pllaka druri, në drasa. Kur hynin fëmijët, si thon, i mësonin ato gërmat e Kur'anit, pra gërmat për me lexu Kur'an, e merrin atë drasën dhe ja lynin me mjalt. Dhe fëmijët kishin mundësi ta lëpin atë dhe ishte e ëmbël. Dhe i thonin, kështu është e ëmbël dhe fjala e Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah. Në Bagdad ka qenë një diçka shumë interesante. Prindrit, pra tradita nga vendet ndryshme vëllezër, prindrit kur vinte fillimi i Ramazanit, i ja jepnin sadekan e fitrit, e jepnin fëmijëve. I thon merre, kjo sasi ushqimi është e jotja, ruje. Është e jotja, ruje. Ai ishte sadeka e fitrit që ky kishte bë plan ta jepte për fëmijën e vet. Dhe kur vinte fundi i Ramazanit, i thoshte, do ta nxjerrësh sadekan tatë të fitrit? Fëmia thoshte po. Dhe në këtë lloj forme, fëmia nxirrte sadekan e fitrit të vetën, jo se babai e nxirrte për te. Ky vetë e nxirrte atë gjë dhe edukohej me këtë lloj forme. Kurse ne na dhimbsem fëmijët dhe për të ardhur keq i marrim qaf. Na vjen keq me i çu fëmijët me fal namazin sabahut. Abdullah ibn Abasi falte namaz natë, ishte fëmijë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për orë të tëra. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte 10 neçi i fundit, çfarë bënte? E zgjonte familjen, gjithë familja e pejgamberit ishte zgjuar. Miqal, nëse kishte fëmijën te, ata e kalon gjithë natën zgjuar. Po jo do flej gjumë fëmia do rritet lodhet, subhanallah. Ne na shqetëson lodhja e fëmijëve vetëm kur bëhet fjalë për ibadete, ama kur bëhet fjalë për gjëra të tjera, nuk na shqetëson këtë gjë. Të parët tanë, pra selefët, siguroheshin që kur fëmia mushte 7 vjeç, ti falte të 5 kohët e namazit. Siguroheshin. Pra e pyeste ai 5 herë në ditë. O bab, e ke fal sabahun? O bab, e ke fal drekën? 8 vjeç, vazhdonte pyetja derisa fëmia me fjalë ishte naturalizuar tashmë me namazin dhe ishte i vazhdueshëm në atë. Shqetësimi jon që i pyesin fëmin, kush është? Realisht, subhanallah. Pyetet që më shumë t'i bëjnë nonat fëmijëve, çfarë note more sot në shkollë? A i ke mësuar mësimin, a i ke vë detyrat, çoj shpejt se do ikësh në shkollë.
nuk i thot çau shpejt se do falësh sabahun, por çau shpejt se do ikësh shkollë. Ne kujdesim për dynjan e fëmijëve tan dhe neglizhojmë ahiretin e tyre. Nuk dua të them që ne mos të kujdesim për dynjan e tyre, por se wallahi ladhim i kemi hyrë hak fëmijëve me çështjet e ahiretit, me çështjet e besimit. Tariq Suwejdan nga thirrësit bashkohor tregon, thot, bëj fëmin tënd ortak në vepra të mira. Në qoftë se ti shkon në xhami dhe ke plan të japësh një sadaka tek arka e xhamis, mos e hidh vet. Jepja fëmijës dhe thuj, shko hidh atje. Sepse dhe fëmia bëhet bashkëpunëtor, dhe fëmia mësohet të japi, dhe fëmia mësohet që të hedhë diçka tek kutia e sadekas, dhe kështu ai, si thon, rritet duke u edukuar në praktik. Vëllezër, ne shpeshherë mundohemi të edukojmë fëmijët tanë duke i mësuar ata, duke dhënë ligjërata, duke dhënë mësime, por nuk ngjisin, sigur nuk funksionojnë. Dhe shef që fëmia bëhet pjesë e një angazhimi fetar. Për shembull, shtron hurmat ke xhamia. Wallahi ladhim, efektin që mund të ketë kjo. Ose del dhe shpërndar në fletushka për Ramazan. Ai përfshihet një punë të mirë të Islamit. Wallahi ladhim, nuk e keni idenë çfarë impakti ka kjo gjë. Unë e kam parë edhe tek fëmijët e kursit, në momentin që fëmijët bëhen pjesë e një aktiviteti, ti ke fol një kohë gjatë. E sheh që ai nuk po e merr atë brumin fetar, ama momentin që vepron një vepër të tillë, subhanallahu, ndryshon qasja e tij. Ndryshon qasja e tij totalisht. Ai filloi interesohet më shumë, filloi dhe bëhet, pra, besimi dhe imani pjesë e jetës tij. Prandaj bëje fëmin tënd aktiv. Pra, nëse vjen tek xhamia, lërni fëmijët që t'i shtrojnë hurmat dhe ujin. Tek shtëpia, lëre fëmijën që ta shtrojë, po themi, atë iftarin. Ndonjë dite në shtëpinë tënde, lëre fëmijën tënd që të zgjojë ty për namaz syfyri, për syfyr. Ai ndoshta mund të ri gjithë natën zgjuar, mos a zëri gjumi, vetëm që të zgjojë ty. Ama kjo do të brumoset në karakterin e fëmijëve. Dhe në këtë lloj forme, vëllezër, fëmijët krijojnë atë kulturën e të bërit çdo të mirë të mundshme. Dhe këtë lloj forme fëmijët mësojnë të mos t'i neglizhojnë punët e mira. Neglizhenca është vrasësi i shoqërive. Pra, neglizhojmë, i lejmë asdore, jemi të mos interesuar, dhe kjo i shkatëron shoqëritë, subhanallah. Ama momentin që i mësojmë fëmijët që të veprojnë çdo punë të mirë të mundshme, ata mësohen që mos të vlerësojnë asnjë punë, por se ta kryejnë atë. Në këtë lloj forme, në fund fare, fëmia edukohet që t'i bëj veprat të cilat e kënaqin Allahun. Pra, çdo vepër e jetës tij, në të jetë synim kënaqësia e Zotit. Ai ta kënaqi Allahun subhanahu wa taala. Ka dhe goxha gjëra tjera për ta shoh, por se elhamdulillah me kaq. Allah shpërblet. Allahu të shpërblet të Hoxh Ibrahimi, faktikisht do të dojshim që të zgjasë më shumë, po inshallah taala do të kemi një takim tjetër për këtë pjesë, për këto shembuj interesant. Allah shpërblet, xhezakallahu khairan, Zotit nderoft. Inshallah mbesin këto, se më thonë, pika që u përmendën në memorje, por edhe një sugjerim për ato të cilët do të martohen apo sapo janë të martuar, ta dëgjojnë këtë ligjëratën e Sheikh Ibrahimit, ta dëgjojnë, sepse me të vërtet nuk është puna vetëm me pas fëmijë, por puna është që këto fëmijë të jenë njerëz në radhë parë, të jenë mbartës të vlerave dhe përçues të mirësisë. Se siç e tha Hoxha, mund të jetë një fëmijë nesër dikushi shembull për mirë, po Zot na ruaj, po nuk ju dha haku, mund të jetë dhe shembull për keq. Dhe përgjegjësia kryesore bie mbi prindin, s'ka dyshim.